Pas ko me vjetë? Nuk e dim, s'kemi provu ti, po mos për vete jenë. Unë për vete mund të flasë, mund të flasë për tjetëri, se unë s'pën them, nuk them do t'a ka vjetë Shqipëria, vendi i parafundit në Europë për lumëturin, vetëm Turqia kalon. Për qarë? Për nivel e lartë korupcioni që ka, njerëzit s'ka më pikë lumëturin e Shqipëri, e kanë zjerë tani. Lumëturi? Po ka popull më të lumëtur se shqiptarët, do të thajmë. Popull jo, popull socialist. Apo talë është... Popull socialist. Më thu... Ja, vaja. Po kështu për e bi? Po kështu për e bi tani? Lute me, se po e bëjmë kotë mua beti. Po kështu për e bi tani? Nuk ka popull më të lumëtur se shqiptarët, mërë zotri. Po këtu ka 20 popull, më dhe. Si ka 20? A i popullu i himi allegjive nuk është i lumëtur. Për zotin, po ja kalon Alfred Cakos me këtë për zotin. Shumë mirë në rumë është dhe e, më mirë më të. Shaj, more, po të them, po hynë me një fush. Më mirë më të. Tjetër, jo. U menoj që janë po 20 popull. 22 popull. Shpirtin majtë unës njerëzve dhe që kemi të lumëtur. Po zotri, ti që ke i mërzit sot. Se mos jemi. Kam një arsyet i mi lumëtur. Ma thuj pra pse i mërzit. E ka thonë dhe Eurostati. Pse Romeo s'ke hynë listë me një parti, për shumë, ku do hynë ti? Njërë hipotetike, po të pësë. Në cilën parti, se një duhet ta gjesh vendit ndikuna, këto se edhe njerës të kalibri tanë të përgatitur, vetëm kritiko. Dhe që kam dorë tjetër unë? Ha? Që kam dorë tjetër? Dorë me hynë? Se po më leshin dorë mu, po si kisha bërë ta gjithë duke shikshu të zi fare. Qa siguron që ti nuk do korruptoheshe? Më leta të nuk, s'ka nevojë të sigurej fare. Po ta kisha bërë të punë se kam provu e herëtun. Jam i vetmi, u emrova punë të ganë, e ke ylli manjarën atje, për një muj kam i kontrolë shtetit. Kam në të ganë kurse lindi njeri, që në 95-ën. Prandaj ta lem të punë se kam dhe provat unë. Spjerdisht për para e për gjëra tjera unë. Tani e kam bledh ripat vetës me kodë. Unë po të siguroj ty, që nëse unë do kisha pas mundësin, të kisha një pozicion të luftoja korupcionin, s'po them gjë më tepër, atëre do kishe parë që me punën time do kishe imponuar një tjetër standard. Edhe nëse u përballa me Berishën dhe me Metër, ka qenë, kur këta ishin 2014, të bëj një shembull që këta të mos bëni këtë që kanë bërë. Dhe kanë bërë për të bërë një tull për vendin tim. Por tullat tu nuk ka vend. Vendi është i Ramës për sa kohë është kryet qeverisë. Është i Berishës për sa kohë është Berisha kryet qeverisë. E pastaj kur s'janë, ta rënojmë vetëm unë t'jem aty. Këta janë njerëz delirantla. Këta janë njerëz dashëruar me egoizmin e tyre për shtetin e tyre. Le t'i shkojmë brapa elite kush doj të vëton, po mu jeta ka ardhur një pikë, s'ka më rëndësi fare tani. Ne kanë qenë 60 vjet sta duke vujt për tyre dhe kërkojnë tani ti maj me të mira ta. Aliti doja deputet, do thot mendimin e vetë. Si jam i mërzitur, për ta të jemi i lumtur që e qove personali, do më drejtoj shtipa, ne dhe jemi i lumtur. Po. Po qa? Qa do poshtë? Do t'i esh i lumtur. Ke bërë vezë në kuqe ti që... Po qa? Po se jam mosha e djalit të. Po pse të qesh ti kur kërë po thot për punën kësa ish i mërzitur? Po se po të gacmoj është, s'po kuptoj që po të gacmoj. Ku e di ti? Unë kam dëshirë të eqë Ramën shkoj me të Ramës. Po shkor, po mirë pra, po nuk po ta thash pra munde me vota. Po të prit. Të sështë me të fërku me lana Aledini. Ti vjetë votat aji. Kush ti vjetë votat? E ka pushtu parti, që ka marrë ty atje që nuk flet para ti. Unë jam faj. Qofse unë jem problemi fajeve tuja varje përse. I ke zidhme. Qofse unë jem problemi i ke zidhme. Nëse ty të bën të lumtur që një ri të largohet, pepa. Po iki unë që sot... Po si mund shkoj unë, që mund shkoj ke i bënd të papadet... Në mërsenit mbaruar, as ti as kërkush, duhet fitoni, duhet mblidhni njerëzit, po, duhet i dini t'i bëni opozitë, Ramës. E kam bërë të papërfor Shumë juve t'jene ti. Bravo, unë s'kam lidhe me brigatën e bëtharëve. Po kohët pra ta një pa lidhje, bë mua betë, i shkon t'i Ramës, brapa e ke thënë djeterë. Po e kemi parë kush i ka shku mrapa. Qofse është kjo... Qofse problemi është që i shkojnë Ramës mrapa, e ty të bënë më pak lumëtër, po iki unë dhe isha la i lumëtër ti. Po kush e di më, po ju marë, dreqi me gjithë... Po më mirë, unë apo këta dreshat nga 3 vjetë, mua betë fotan. Unë përqaj këtë, ka përqanti more. Ky vënd do të zjedhi tani, midis jush dhe Berishës, kaq. Po, kush këtë do të zjedhi, neve apo Berishën? Apo jemi i soj? Asë njëri, të dyve në svetë të shkonë. Po të zjedhin ty pasaj. Po bëj pra alternativën pra, jo në studio. Shko dila atje, jo në studio pra. Keni votu me Berishën që mos keni alternativa. Jo pra jo, se ke alternativ, ke Agronshen alternativ, nuk ke Adriatik Lapajn, ke Arlin Qorin, i ke këta alternativ. Dil dhe ti si ata dhe më përplose sistemin, mos bëj kotë mua betë palidhje tani. Dil atje, bushu më një njerëzve, ma nuk bëhet për një dita jo se tu mushtu me një asot, që t'hikim nesë të t'vishti. Që alternative bërë ti?
S'ka mund më jam zero, më s'kam alternativë, ke ti më po gjoj ty më zotri. Unë qa do lloj gjë të them ty ti e ke ngulitur në kokë që unë s'bëj. Atë po ta them pra. Unë s'bëj. Zoti moderator. Ç'a të them valla? E kam pas një ftesë shumë të mirë, shumë të sinqert, edhe kam refuzuar. Kur të vi dita, ai që më ka bërë ftesën do ta ftoj këtu ta fot vetë. Dhe pse kam refuzuar unë? Me që ka puna kështu, se këta mendojnë që dhe vetëm për të rujt. Nuk po mendon që s'ka ftu askush. Ora ky s'po e dëgjon, unë ky s'po e dëgjon asnjë gjë çai them unë. Nuk tani më le ta sqaroj. Kam zgjedhur se e lash të retorik për kam zgjedhur që nëse do të shkoja në pozicion partijak, unë kam menduar realisht që unë do të kufizohesha. E dyta, unë nuk besoj më këtë sistem. E treta, unë besoj vetëm në revolucion dhe asgjë tjetër. Në këtë vend, nuk më fajt asgjë tjetër. Nëse unë të iki për të marrë një rrogë, për atë zërin që e kam thënë në çdo media, revolucioni me çka bëhet? Atëherë unë nuk besoj më këtë sistem. Dhe për këtë arsye da bëjmë këtu revolucionin dhe anisë. Po të iki atje, do iki vetëm për pensionin tim, ti të dali pensionin më i lartë. Po të iki parlament. As i fitim tjetër s'ka. Vetëm avokat revolucioni si bëhet? Bëhet me solidarizim, e të çohem e t'i kthejmë sovranitetin popullit. Ja marrin këtyre që kanë pushtuar. Po tjetën gjë po them. Nuk e kam me këta. Solidarizim kundër këtyre. Po dhe vetëm solidarizim. Ora po s'mundet ai me entuziazmu dështinë vet. Am lejon ta citoj Hillary Clinton, e cila kur ka qenë studente, ka qenë rebele sikur ti tash që je, ka gjujt me domate dhe i thot profesor. E ka marrë shkollën më shmallë si puna ime? Po. Nese, tja kam i vonuar unë, apo ta kene shpituar? Është juriste, po historia soja interesant, pse mu më ka bind historia soj me u fut deputet në parlament Kosovës. Edhe i thot profesori, a do në të ndryshosh shoqërinë? A e thot normal që po, atëre duhet futesh brenda sistemit, duhet futesh Kongres Amerikan, duhet futesh politik, e kur vjen pushtet, pastaj e tregon veten se soj e i mirë, e soj e i keq. A utën? Ka shumë kosto ardhja në pushtet duke lënë kosto rrugës dhe shkon një shpërfituar atje, unë kam menu të bëj një përballje sa më të pasër e sa më të dinjitoze. Do shkoj të sfidoj pushtetin si që bën këta që i fërkun kurizin metës dhe kur jypën si për metës, ja futur metës, këta nuk e bëjën. Unë e kam parimore. Në këtë politik që motor është pazari, unë jam i tepër dhe jam jashtë i sistemi. Unë e di këtë punë dhe po mundohem të duaj... Jashtë sistemit veprash. Jashtë sistemit, po brenda asaj drejti që më ka dhënë Zoti dhe kaq. Dhe kam dhënë vetes. Lit, faleminderit shumë që ishe musafir sot. Nëjësia gjitha ime dhe ju falenderoj për hapësirën dhe që më fton me i miksi Romeo Kara, i cili... Kara atë Kara, kujdes e ju atje. Jo, kujdes atje, nga i pare ke funim, mos më shumë. Më fton me i mik i cili më pëlqen kur bëhet me nerva dhe kur bëhet agresiv. Po ju e keni bo nervoz, ju partitë Sa mdoja po mbare emisioni, do ulen do pi kafe, do zijem prapë të të. Dakor. Ta rosh si këter ti me gjithë kafe tate. Vetëm nervoz e keni bërë ju. Me gjithë partinë tate. Po të ndroj partinë ona, po do t'i ndroj. Po ti ke për të ndruja vës tjetër prapë mërë. Pse? Po jem soti tani, java 7 partia 8, po tu ka bo vest të thashun. S'kam gjërë me, falë, do të zjasim për radios janë. Ndrojë, tani, filloj nga parë. Ti tani, ti do kuptosh gjë. Jo, ka marru emisionin, lutëm unë liga këta që... Tani do më gjosh. Jo, tani do më gjosh, do më gjosh. Që mikrofonin dhe po këtë do të e përgjigjen. Ish mikrofoni, së s'plasë varë. Gjëfa këtu. Tani do plasë më vetë. Sa mi që u zefe. Dikush është kompleksi jot edhe i njerëzve cilët nuk bëjnë do të asë i gjën jetë, është sepse, ja të me gjën pak me vëmëndje dhe shqipëm sy, është sepse, kur unë jam i lirë dhe nuk më pëlqen një gjë tjetër, dhe bëj atë që më do ty të shjetëson e gjë dhe i vetëmja gjë që mund të thua është ti dhe shumë pjesë të puna jote se u kam ndruar për dënë me pësën. E kam ndruar se më dësh e kupton ka gjë dhe do të ndroj nëse s'ndije mirë të kjo, sa herë më doj e kuptove? Vetëm që ma the këtë studio. Jeni gjithë hap kraun. Mirë, nderuar teleshikus, pjesën e dytë do flasim për Kosovën, shkojmë në publicitet edhe kthehemi pas pak.